Departamenti për Punë të Brendshme Kërçovë ka dorëzuar kallëzim penal kundër ish-kryetarit të komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, për shkak të ekzistencës së bazave të dyshimit për kryerjen e veprës penale, shpërdorimi i pozitës dhe autoritetit zyrtar, si dhe kundër F.A. 62 nga fshati Zajas, A.N. 38 nga fshati Sërbica, H.B. 37 nga fshati Cërvevci dhe B.S. 36 nga fshati Strelci, për kryerjen e veprës penale, pastrim parash dhe të ardhurash të tjera nga veprat penale. Nga Ministria e Punëve të Brendshme njoftuan se Dehari në cilësinë e kryetarit të komunës së Kërçovës në periudhën nga viti 2021 deri në vitin 2025, me vetdije dhe me dashje ka vepruar në kundërshtim me dispozitat e ligjit për marrëdhënie pune dhe duke mos vepruar në përputhje me ligjin, përveç qeverisje lokale. Ka lidhur kontratë pune me të kallëzuarit e tjerë. Duke mos ushtruar mbikëqyrjen e duhur, me vetëdije u ka lejuar atyre të mos vijnë në punë dhe të paguhen paga, kompenzime të tjera dhe kontribute nga arka komunale dhe nuk u ka ndërprerë marrëdhënien e punës pas skadimit të afatit ligjor. Nga MPB shtuan se në këtë mënyrë Dehari ka dëmtuar buxhetin e komunës së Kërçovës në shumë prej 130.000 eurosh dhe u ka lejuar të raportuarve të tjerë të përfitojnë dobi materiale nga të cilat secili veçmas dhe për llogaritë të vet kanë marrë shuma të ndryshme parash, dhe pse e kanë ditur se ato janë përfituar pas kryerjes së një vepre penale. Kujtojmë se MPB dhe më herët ka ngritur kallëzim penal kundër ish-kryetarit të Kërçovës në korrik të vitit 2025, Departamenti i Punëve të Brendshme Kërçovë ka paraqitur kallëzim penal kundër kryetarit të komunës së Kërçovës, Fatmir Dehari, në dyshime për kryerjen e veprave penale, punë të pandërgjeshme në detyrë dhe rrezikimi mjedisit jetësor dhe natyrës përmes mbetjeve. Përkatësisht, siç ka njoftuar MPB, Dehari dyshohet se ka lejuar krijimin e një deponie ilegale me të cilin ka rrezikuar ambientin jetësor.